Selam aleikum të nderuar ndjekës të portalit të Mexhlisit Bashkisë Samet Ulçinit. Ne vazhdojmë emisiona Ramazanin në Mexhlis. Duke synuar që të arrijmë kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut fuqiplot dhe të shijojmë sa më tepër këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Sonte kemi musafir profesorin tim të dashur, mikun ton të nderuar Hoxh Xhavahir Arif. Mirë se na erdhët. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se u gjetëm. Sonte me Hoxhën, me profesorin tim të flasim për një temë me dojmë mos për besimtarin shumë e rëndësishme për ta kuptuar sa më tepër Ramazanin edhe në vijim në këto ditët në vijim të Ramazanit, të punojmë sa më tepër që të arrijmë kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut fuqiplot edhe të dalim më ndryshe nga ky muaj i Ramazanit. Me dojmë mos tema do të ishte Ramazani një mundësi për një ndryshim. Cila do të ishte për ju vepra apo ibadeti më i veçantë me të cilën ju do të fillonit ndryshimin në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falëndrimi i takon të Mallit Zot, i cili na krijoi, rrugën e drejtë na udhëzoi, vetëm ty Allah të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihem kërkojmë. Paqja, mëshira dhe begatit e Zotit qofshin mbi Muhammedin alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij, të gjithë ata të cilët pasojnë edhe shkojnë rrugës tij deri ditën e llogarisë. Amin ya rabbil alamin. Për fillim, po përuroj për këtë mision në Mexhlis, duke u dëshiruar suksese. Don Zoti sa shumë besimtarë do të përfitojnë prej këshillave të hoxhallarëve dhe atyre predikuesve të cilat kanë marrë përgjegjësi me përcjell mesazhin e Zotit dhe këshillën e pejgamberit alayhis salam, me shpresë se do të jenë shumë besimtarë shkak të kthehen Zotit dhe qasjes me Zotin, duke i kryer obligimet me Zotin, duke shtuar energjinë e besimit përmes këshillave që dalin përmes këtyre programeve, të cilat sigurisht do të jenë të dobishme për të gjithë ata të cilët i përcjellin veçantisht gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Gjithashtu shfrytëzoj rastin se të gjithë besimtarëve agjërues t'ju përuroj për këtë muaj të bekuar, duke lutur të Mallin Zot që të lehtësoj agjërimin edhe adhurimin dhe të dalim nga ky muaj i bekuar të suksesshëm, sa suksesi i këtij muajit është pranimi të gjitha adhurimeve krahas agjërimit që i bëjmë për hir të Zotit dhe të meritojmë pastrimin edhe shpërblimin edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Me të vërtet, muaji i bekuar i Ramazanit është muaj i veçantë, është muaj i cili vjen musafir të besimtarët dhe një musafir se e duam shumë, sigurisht se për ta mundohemi të përgatitemi në takimin me ton, dhe kështu është edhe muaji i bekuar i Ramazanit për të gjithë besimtarët që shpirti dhe zemra e tyre gëzohen kur afrohen ditët për fillim të këtij muaji të bekuar dhe mundohen besimtarët në veçanti në pothuajse prag të Ramazanit që të bëjnë atë ndryshimin që e ndjen në vetë të nevojshme se të shqetësohen shpirti i besimtarit, zemra e besimtarit të jetë i qetë dhe e qetë dhe e rahatshme, se t'i thithi ato mirësinat e ibadetit në shpirtin e vetë dhe të kenë rezultat jo vetëm gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, por edhe mbas Ramazanit të mbaj besimtarin ajo energji të gjithë asaj se ka bërë gjatë këtij muajit në raport me Zotin, por edhe në raport me të tjerët. Pra muaji i bekuar i Ramazanit nuk është thjesht një muaj se ti ngjaj muajve të tjerë, por edhe nuk është rastësisht se kanë thënë muaji i ndryshimit. Faktikisht ndryshimet të cilat të ndodhin në këtë muaj të bekuar ose në fillim të këtij muaji të bekuar, disa ndoshta mund t'i shohim edhe t'i përjetojmë, por janë ndryshime të cilat as nuk mund t'i shohim, as t'i përjetojmë, por ndoshta nganjëherë as t'i kuptojmë.
me fillimin e muajit të bekuar të Ramazanit ka ndryshime hyjnore. E këto na i ka paralajmëruar pejgamberi alayhis salam. Ndryshimet të cilat fillojnë natën e muajit të Ramazanit është se Zoti xhaleshanu urdhëron se të hapen dyert e xhenetit. Kjo ndryshim se Zoti e bën. Ti urdhënon Zoti të mbyllën dyert e xhenemit. Zoti urdhënon të prangosen shejtant ose djajt. Këto janë ndryshime të cilat nuk i kemi gjatë tërë vitit ose në muajt në vijim. Dhe vetëm këto i bën vetëm Zoti. Këto i bën vetëm Zoti, por ne as nuk i shohim. Ndoshta nganjëherë nuk mund as t'i përjetojmë. Pse? Se nuk i kem atë lidhjen e ngushtë si kishte më u dashur me shpirt dhe me zemër me Zotin. Se nëse i bëjmë këtë ndryshimin atër të cilën mund ta ndjejmë ne, atë mund ta ndjejmë edhe atë se Zoti e ka bërë ndryshimin në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit. Po nëse ne nuk jemi në gjendje me kuptua këtë ndryshim shpirtëror, në zemër, edhe në veprat tona, edhe në gjuhën tonë, atëherë kemi zor me i bë atë analizën ose me pas atë kuptimin e ndryshimit që Zoti xhaleshanu e ka bën faktikisht me fuqinë e vet në fillim të muajit të bekuar, natën e Ramazanit. Për atë arsye neve na duhet të jemi të përgatitur në raport me Krijuesin, që zemrën tonë, shpirtin tonë, ta përgatisin ta thithi gjithë atë që Zoti xhaleshanu kërkon prej neve gjatë këtij muaji të bekuar. Dhe kjo rezulton me kryerjen e obligimeve gjatë këtij muaji. Soft azrim, soft adhurim përmes lutjeve, namazeve, soft përmes sadakave të ndryshme, të cilat janë duke filluar prej zakatit, sadaka e fitrit, sadaka e limoshave të ndryshme, soft në për iftare, soft në për syfyre, soft në lexim të Kuranit, soft në vizita e tjera, por të gjitha këto janë rezultat i asaj përgatitjes që ti ke bën për hir Zotit dhe për hir të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Subhanallah, keni përmendur se po ndodhemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe keni përmendur se njeriu din nga pejgamberi sallallahu nga tradita e tij, suneti i tij dhe nga thëniet e tij se Allahu i ka, domethënë, mbyllur dyert e xhenemit, hapur dyert e xhenetit, domethënë mbyllur djajt shejtanët. Por na tregoni se cilat janë shenjat që një person ta di se po e shijon dhe jeton në Ramazanit siç duhet. Faktikisht, besimtari në dukje në jetën e vet personale, në raport me Krijuesin, në raport me familjen, në raport me punën e vet, në raport me besimtarët, raport me njerëzit në përgjithësi, duhet ta hetoj adhurimin e plot ose ndryshimin e tina gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Nëse një besimtar e shef se jeta e tij në Ramazan ka ndryshim në jetën e tij para Ramazanit, qoftë me atë të adhurimit, qoftë me atë të raporteve familjare, qoftë me raport mes njerëzve në përgjithësi, qoftë në raport me amanetet ose përgjegjësinë që i ka marrë, aty mundet ai vetë të shoh se sa ka pas sukses ose si është duke e shijuar jetën e vet në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Nëse është i njëjti si para Ramazanit, si mbrëmje Ramazanit, edhe ndoshta edhe mbas Ramazanit, atëherë aty mundem çdo kush për vetvete le të llogaris punën se ku është problematika që ky adhurim nuk ka ndikuar në përmirësimin e jetës tina pikërisht në gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Njeriu i cili është besimtar dhe është i bindur se ky muaj është muaj i ndryshimit, ai sparit në komunikim ose në raport me Zotin, ndryshon jetën. Si? Nuk përqendrohet ai vetëm në farzet të cilat Zoti xhaleshani ka obliguar, se farzet i kena gjatë tërë vitit.
ai nuk shikon që me e krye obligimin edhe me dal, edhe me shkua, me vazhdua jetën jashtë Ramazanit, sikur se ishte edhe në muaj tjerë. Por, mundohet se ti përkushtohet lutjeve ose namazeve. Mënyrën më të mirë, më të devotshme, mundohet se përmes leximit të Kur'anit ti afrohet Zotit. Ta shfrytëzoj rastin bile spakut besimtar, mu mundua një herë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit me lexuar Kur'anin në gjuhën e vet kombëtare, atë që e flet, ose ajo që është më e mira në gjuhën arabe ose në gjuhën që ka zbritur Kur'ani. Mos me kanë tjetër, vetëm këto me i mendu besimtari, që për çdo harf ka 10 sevape i ka. Plus këshillat që i merr meditimet që mundet mi marr ai gjatë leximit të Kur'anit. Agjërimin kur e bën, nuk është qëllimi kryesor i agjërimit me ndajt besimtarët unë të leqët. Me u largua prej ushqimeve dhe prej pijeve për një kohë të caktuar, prej agimit të hershëm të mëngjesit deri në përërim të diellit. Nuk është pojenta kjo. Pojenta kryesore është se ti kur të agjërosh me krejt shenjen tonë dhe që e ndjen vetin. Me zemër, me shpirt, me trup dhe me gjymtyr tua, me shqisat tua. Pra nuk mjafton se një besimtar të rri unë të lesht edhe runa Zot të shikoj haram gjatë ditëve të Ramazanit, ose të ndëgjoj haram, ose të flas haram, ose të ndihmoj të kesën, e tjera negativitetet të cilat të gjitha ato ja humbin vlerën e adhurimit të agjërimit dhe e bëjnë agjërimin vetëm si një ndaje brenda ditës ose brenda krejt muajit unë e lesht. Siç thotë edhe pejgamberi alayhis salam, se Zotit nuk i duhet prej askujt uja edhe etja e tina. Por Zotit i duhet devotshmëria, pikërisht se më e mira devotshmëri se mund të krijohet dhe të parashitet ndaj krijuesit është agjërimi. Se me dasht mu fal, ti duhet mu fal dhe preferohet më shkuan me xhamat. Kur shkosh në xhami, dikush ka me të pa. Me dhënë zekatin, ti duhet dikuj me dhënë zekatin. Dikush ka me marr, dikush ka me fol se mora, ma dha filani. Me shkuan hax, ti duhet me shkua në kohë caktuar, në vend caktuar, me grup caktuar, nuk mundesh me fshef kurkuj. Kurse agjërimi është diçka e veçantë. Agjëron e nuk dikush se agjëron. Nuk agjëron edhe nuk dikush se nuk agjëron. Pse? Edhe sufurin, edhe iftarin, mundesh me e bë mshift. Edhe me hangër jashtë brenda ditët të muajit Ramazanit ti mundesh me hangër, ndoshta diku në vende të mshifta, dhe nuk e merr vesh kush se ti nuk i agjërosh. E kjo është adhurimi më i devotshëm që dëshmon devotshmërinë dhe besimin tënd me Zotin, se ti me të vërtet këtë ja përkushton Zotit edhe për hir të Zotit. E kemi edhe një këshill pejgamberit alayhis salam për mu lidh faktikisht me atë edukatën tënde të Ramazanit, se thotë edhe dikush në qoftë të sulmon, të fyen, të shan, vetëm thuaj unë jam agjërosh. Me çfarë edukate na mëson pejgamberi alayhis salam. Pra, mjafton, nuk ke nevojë ti as mja kthy me të keq, as mja kthy me të mirë, as me i fol, me përjashtim thuaj unë jam agjërosh. Edhe ti tërhiqesh me këtë. Pse devotshmëria jote përmes agjërimit që fitohet është më fuqishme se çdo sulm ose çdo padrejtësi që mundohet dikush me ta bëjë. Dhe besimtari përmes sjelljeve të tij, përmes adhurimit, përmes fjalorit të tina, dëshmon atë që kërkon Zoti xhaleshanuhu ti edukoj pikërisht besimtarët përmes muajit të bekuar të Ramazanit, edhe mund të themi se muaji i Ramazanit është një shkollë e cila e mëson, e edukon agjëruesin e vet.
Subhanallahu, na keni treguar se veçantia e Ramazanit është një veçanti e madhe, një muaj si muaj i veçantë dhe muaj i nevojshëm për njeriu. Na kujtohet ajetin ku Allahu fuqiplot kur e bëri urdhër që të agjerojmë obligimin e agjerimit dhe në fund të ajetit thot la'allakum tattaqun që ju të arrini gradën e devotshmërisë. Por duhet të dim një gjë tjetër se na keni treguar bash një pikë të cilën do ta përmbledhim të gjithë Ramazanin tonë dhe Ramazanet të cilët duhen të jenë në vijimin tonë në jetën tona, ai është që Ramazani duhet ta kuptojmë si një edukat, si një shkollë, por Ramazani kemi thënë se është një muaj i ndryshimit dhe një shkollë. Cilat zakone apo shprehje duhet Ramazani të ndryshojnë nga negativiteti apo negative të bëjnë ato pozitive. Faktikisht nuk ka njeri pa mungesa. Nga njëherë mungesat mundet me kënë ma të mëdhaja, ma të dukshme, nga njëherë ma të vogla dhe ma pak më ranë sytë e njerëzve. Ajo e cila kërkohet prej agjëruesit për ndryshimin e vetë personal dhe personalitetin e tij njerëzor, është se përmes muajit të bekuar të Ramazanit të bëj atë ndryshimin i cili është në raport me vetvete, në raport me familjen e ngushtë, parazithash në raport me Zotin. Për arsye se raport me Zotin jo vetëm se ti po mëson se si duhet me u dashur dhe respektua krijuesi yt, por ti në të njëjtën kohë përmes asaj dashurie se po tregon ose respekt ndaj krijuesit, ti po përfiton se i malli Zot ty me të shpërblye me mirësitë e tina edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Duke pasur ti në kujdes, jo vetëm atë raportin e adhurimit, por edhe sjelljet tua, e cila është edukata dhe është e nevojshme për ne si besimtar, në veçanti, ne që jetojmë në një vend ku jem në shoqëri që ka edhe prej feve tjera, prej kombeve apo kopsive tjera, neve duhet të jemi një model i cili duhet të tregojë në praksën tonë, në jetën tonë, në raport edhe me njerëzit, jo vetëm me Zotin, se me të vërtet neve feja na mëson ajo që është më e mira. Edhe për njerëzit, edhe për soft ata të cilët i takojnë konfesionit tonë ose fesë tonë, edhe njerëzve të cilat nuk i takojnë konfesionit tonë, por faktikisht jem në një vend bashkëjetesë ku duhet të respektohemi se kjo ishte edhe praktika e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ishte porosia e tina dhe ishte edhe mësimi i shokëve të tyre. I kemi ne raste që pejgamberi alayhi salam kur i çonte shokët në ndonjë vend tjetër i porosite të kenë kujdes në traditat, sjelljet edhe komunikimet me atë popull se mos të bien ndesh se Zoti Xhaleshanuhu don se njerëzit të afrohen, të duhen dhe të respektohen mes vetit. Dhe një besimtar i cili kalon për muajin e Ramazanit, mund ta kuptojmë se kalon përmes një site, se sitet ajo e mira gjithherë duhet të mbetet te besimtari, kurse ajo e negative ose ndonjë lëshim ose ndonjë emet ose ndonjë pasojë që është të njeri, të gjithë po kem të meta dhe kem negativitete, ajo të largohet. Dhe kur të largohet ajo, jo se do të thotë se nuk do të gabojmë prapë në të ardhmen. Është e pamundur se njeriu të jetojë në këtë botë edhe mos të gabojë. Por i malli Zot na ka dhënë shansa, raste, oferta, se ne mrena vitit edhe të pastrohemi, edhe të pendohemi, edhe me Zotin të afrohemi në kohët të veçanta, edhe në vendet të veçanta. A ke muajin e bekuar, muajin e Ramazanit, një ofertë. Brenda muajit të bekuar, kem një ofertë tjetër, mallore, që kem natën e më të bekuar të vitit, nata e Kadrit.
Për vendet e veçanta, e ke Mekë, vendin e shenjtë, Sabër, e ke Arafatit, e ke xhamin e profetit Muhammed alayhis salam, e ke Mesxhidul Aqsa. Në kohë tjera që e ke, për shembull, mos je në mundësi kur ka tjetër më shkua në mes sezonit të ikametit, bëjë një lutje. Çoj unë në pjesën e tretë të natës, kërko prej Zotit. Udhëtarit, lutja e udhëtarit, sa do pak të udhëtosh, kujtoju, ti drejtohesh Zotit, të kërkosh prej Zotit, të kërkosh falje prej Zotit, e kështu me radhë. Pra, Allahu xhaleshanuhu, një prej shansave të cilat na i ka dhënë për ndryshim është muaji bekuar i Ramazanit, i cili afron shumë. Por e jona është sa dim ne me përfitua prej këtij muaji të bekuar. Këtë ndryshim duhet me pasën në zemër, duhet me pasën në shpirt njëri, se kur dalim prej muajit të bekuar, shpirti dhe zemra e besimtarit duhet me kanë qetë. S'ka ma urrejtje, s'ka ma inate, s'ka ma zili, hasede. Nuk guxon me mbajt një zemër e besimtarit diçka negativitete kundra dikujt. Në qoftë se kem kaluar për këtë sitën e Ramazanit. Ashtu si Zoti është razi. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka ofruar edhe shpërblimet, domethënë Ramazani ka shumë shpërblime. Shumica do të mbetet surprizë. Sa mund li u enerzi bihi. Zoti thotë, azlima për mua. Edhe unë ka me shpërblye. Domethënë shumica e shpërblimit Ramazanit o surprizë. Na dim vetëm çka dim ata çka na ka njoftuar pejgamberi alayhis salam, kem një derë të xhenetit me emrin Rayyan, kur kush tjetër thot pejgamberi alayhis salam nuk ka më u fut për atë derë, vetëm ai zgjuar si kjo është një shpërblim mallor. Po pase këtë dim e po na duket e madhe, po si do të jenë ato të Zotit që kam i bën surprizë nesër kur dalim para Zotit. Pikërisht do të jetë shkak azrimi. A nuk ja vlen për ndryshim? Vallai ja vlen. Por duhet me ditë njëri me menaxhuar këtë muaj të bekuar. Duhet me ditë se çka kem si obligative ne të bëjmë ndryshim, çdo kush e din vetvetin, nuk ka nevojë dikush personalisht më ardh me na testu, diçka bëj vetvete unë të më sheft, e din edhe Zoti, din mendën time, din në gjoksin tim çka bëj, din punët e mia Zoti, di edhe unë çka i bëj, e jemi është që unë të bëj këtë ndryshim, ndoshta që nuk ka me ditë kur kush as ndryshimin, por ka njëherë as me katin përveç krijuesit. A ne duhet gjithherë të kem atë vëmendjen se krijuesi është ai i cili neve na përcjell. Ne nuk guxojmë më ruaj prej njerëzve. Problemi më i vogël është më ruaj ti me mëkat prej njerëzve. Ti duhet më frigu prej kujt, prej atij që të ka kriju dhe ti ka dhënë tonat. Edhe të ka bën vrejtje që një rash në këtë problem, në këtë mëkat, ky danim të zon. Por edhe në raport me njerëzit është shumë më rëndësi ti kem raportet e mira, se Zoti çka është mes tina edhe robit vet me mëshirën e vet i fal, por nuk e fal atë që është mes njerëzve, derisa njerëzit bëhen halal ose të merrëvesh mes vetë. Inshallah Zoti na mundson që të kemi kujdes të respektojmë të gjithë njerëzit, mos të himë në hak, po dhe nëse u kemi hinë hak, inshallah Zoti na mundson se ata të na bëjnë halal para se të dalë shpirti nga kjo botë. Allah shpërbleft, Allah nderoft koha po ecën subhanallahu dhe Ramazani po vijon, cili do të ishte mesazhi juaj për ndjekësit tan për fund? Mesazhi mas parit për vetvete, por edhe për gjithë ata të cilët përcjellin këto misione të bekuara, le të vazhdoj mirësia, energjia, bekimet e Ramazanit edhe mas muajit e Ramazanit. Me përfundimin e Ramazanit nuk përfundon asnjë sen, vetëm largohet ky musafir prej neve.
këto ditë se kanë bet deri në fund të muajit të bekuar, ti shfrytëzoj maksimalisht, duke pas gjithë herë në mend se ndoshta do t'jetë Ramazani i fundit. Dhe nëse është i fundit, bile të dim se diçka po mundohemi të meritojmë shpërblimin prej të mallit Zot nesër kur dalim para Zotit. Veçanti për trit edhe për trejat, lusë mallin Zot se t'u lehtësoj jetën e tyre në këto kohra të vështira dhe sfida të mëdha, se rrezikojnë shumë në një aspekt të jetës së vet, se janë shumë sfida sot për trit edhe për trejat, po lusë mallin Zot t'i fuqizoj se të mbesin besnik Zotit edhe këtij dinit, se mos të bien viktim e djajve shejtanit, dhe i malli Zot leti mbuloj me mëshirën e vet, se t'i mbroj prej çdo të keqet edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, dhe në fund duke lutur të mallin Zot se për të gjithë agjëruesit dhe ata besimtar se janë përkushtua këtij Ramazanit maksimalisht me adhurim, se i malli Zot i pranoj agjërimet, adhurimet, sadakat, dhe t'i na shpërblej të gjithë në këtë botë edhe në botën tjetër, edhe juve ju dëshiroj suksese në punën tuaj, në misionin tuaj, duke lutur të mallin Zot se t'u jap mbarësi dhe shpërblim në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu amin. Ju bashkangjitem me lutjet tuaja. Allahu ju beqat të Allahu shpëlbej. Faleminderit shumë. Amin. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar ndjekës të portalit të Mezhlisë së Bashkisë Islame të Turqinit, ne vazhdojmë misionet tona të Ramazanit, duke u munduar që, siç tha dhe Hoxha, të arrijmë mundësinë më të madhe e mundësia e ndryshimit. Lutim Allahun fuqiplot që t'ju beqatoj me mirësitë e tij. Ndjekemi, shihemi. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.